Detajet të reja janë zbardhur në lidhje me shpërthimin me tritol tek restoranti në Kamës me 15 nëntor, ku për këtë ngjarje u arrestuan 3 shtetas, Jeton Lami, Florin Domi dhe Flogert Mzhika. Sipas burimeve, disa ditë përpara ngjarjes, Florin Domi, i cili ka një biznes në afërsi të lokalit, ka thirrur pronarin Sajmir Sina, duke i thënë se po e kërkon Jeton Lami. Sina ka shkuar dhe ka takuar Lamin, ku ky i fundit i ka thënë që pse na kundërshton, ndërsa nga ana tjetër Sina i ka thënë që nuk e njihte fare. Pas kësaj, Lami ka thënë që meqense nuk na njeh, do na japësh 500.000 euro ose do shikonte se çfarë do pësonte. Disa ditë pas kësaj, Sina është larguar drejt Italisë, ku edhe jeton. Ndërkohë Flogert Mzhika ka shkuar dhe ka takuar 2 kunetri që e kishin marrë me qera biznesin, ku ka thënë se nuk do ta gëzojnë dot. Autori i tritolit dyshohet të jetë antar i këtij grupi, ende i pa identifikuar nga policia, por që sipas burimeve dyshohet se një person i vendosjes së lëndës shpërthyese tek Mziu dhe në disa raste të tjera. Shpërthimi me tritol në restorantin Perla e Detit ndodhi me 15 nëntor, por u zbardh një ditë më pas. Gjykata e Tiranës liroi nga çelia ish efektivin e policisë Jeton Lami, duke e dërguar në arrest shtëpie. Ndërkohë në detyrim paraqitje u la Florin Domi, që ofroi edhe garanci pasurore në vlerë 600.000 lekë të reja, ndërsa nuk ndryshoi masa e arrestit në burg për Flogert Mzhikën. Në kërkim vijon të jetë Ervis Lami, një person me rekorde të theksuara kriminale, i cili po ashtu në fillim të vitit dyshohet se u përfshi në një vrasje të postirit Lulzim Visha, po në Kamës.